kolagjenin, a mund të flasim se për kë është realisht i dobishëm dhe kur nuk ka efekt? Kolagjeni sfundi ka bën një marketing ekstrem, e shohim çdo kohë në përbanatore, në internet, në TikTok, në gjitha rrjetet sociale. E ka atë rëndësinë e vet është për ata që kanë problem me nyje, nyje të gjojve, durve, çdo kohë që ka nyje, ka ndikimin e vet në lëkurë, vrehet dukshëm ndryshimi i lëkurës pas përdorimit të kolagjenit, në flok, domethënë në rigjenerimin e flokëve, në thoj, po zakonisht përdoret për këto, nuk përdoret për rritje të masës muskulare, edhe pse kolagjeni është protein njëjtë e llojet sikurse whey, e familjes njëjtë, duhet të them. Kolagjeni përdoret në mëngjes 30 minuta para ushqimit, edhe ka ndikimin e vetë, sidomos ndoshta te mosha më e shtyrë që kanë probleme gjithë me nyje, me dhimbje,